Miqtë e mirë, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur edhe këtë të mërkur të 26 marsit, duke shpresuar që politikat mos zë hapësirat televizive të paktën të emisioneve të tilla, siç po ndodh rëndomti kohët e fundit, me sa duket fushata nuk i ka ndezur motorët ligjor, por me sa duket partitë politike kanë ndezur motorët e tyre të fushatës elektorale për zgjedhjet e majit 2025 të datës 11 maj. Ndërkohë ditën e sotme do të shkojmë me një rast drejt për së drejti në Kosovë, aty ku ka ndodhur një ngjarje ditën e hënë të 24 marsit, është përcjell për banesën e fundit 42 vjeçaria ditën e djeshme rreth orës 17 Nexhmia Haradini, 42 vjeçaria që ekzekutua nga pronari i furrës Djellza. Ajo ka qenë punonjëse prej një kohe të gjatë dhe prej disa kohësh ishte larguar nga puna. Ky ka qenë këmbvështrimi i dy familjeve sepse 50 vjeçari që ekzekutoi zonjën Nexhmia Haradini, më pas është vetë vrar 50 vjeçari dhe mbetet ende mister motivi, por këto ditë në media është folur për motivin e largimit të punonjëses nga puna. Do ndalojmë tek motivi dhe jo vetëm çfarë do të thonë familjarët e së ndjerës, sepse në Kosovë për kolegen time Majlind Kovaçi ka dhënë një intervistë kunati i së ndjerës që do të transmetohet ekskluzivisht ditën e sotme në emisionin Me Zemër të Hapur. Fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe jemi të gatshëm të lidhemi dhe drejt për së drejti me Majlind Kovaçin, me kolegen ton në Kosovë që ka realizuar edhe intervistën me kunatin e 42 vjeçares. Do të mundohemi që të kemi dhe familjar të tjerë ditën e sotme, kemi dhe panelistët tanë, nuk mungojnë asnjëherë avokati edhe psikologja jonë klinike. Fillimisht materiali dhe rikthehemi më njëherë në studio. Një vrasje e dyfisht ka ndodhur në fshatin Stanovës të Vushtrisë. Pronari i furrës Djellza Arsim Orina ka vrarë me armëzjarri punëtoren e tij Nexhmia Haradini e më pas edhe veten. Sipas informacioneve, dy trupat e pajet të dy viktimave janë gjetur tek një nënkalim që është afër furrës. Dy viktimat nuk kanë lidhje familjare me njëri tjetrin. Mësohet se ai e ka ndjekur viktimën. Ajo ka dalë nga vendi i saj punës. Ajo hipi në një fugon që udhtoi 3 deri në 4 kilometra dhe pasi zbriti, u vra në një kalim nën toksor në fshatin Stanovës. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se ajo ka ndërruar vendin e punës, ku ka punuar me bashkëshortin për rreth 5 vite dhe është shpërngulur në një furrë tjetër buke, që ndodhet përballë vendit të vjetër të punës në Miloshev. Sipas dëshmisë së familjarëve të së ndjerës, vrasja ka ndodhur për arsye xhelozie të ndërrimit të vendit të punës, sepse asnjë arsye tjetër nuk ka pasur për të shprehen ata. Por nga ana tjetër, nga informacionet që qarkullojnë në media, thuhet se ka pasur edhe dëshmitar në momentin e ngjarjes. Vushtria brenda pak ditësh është tronditur pikërisht edhe nga vrasja e një 19 vjeçari që më pas pasoi edhe me vrasjen e 42 vjeçares nga ana e Arsim Orinës, 50 vjeçarit pronarit të saj të dikurshëm. Prej disa kohësh e ndjera ishte larguar nga puna dhe ky është motivi vetëm që familja Haradini tregon në lidhje me situatën e kësaj ngjarje, sepse 50 vjeçari më pas edhe është vetvrar. Ndërkohë që i japim ngushëllime të drejtë për drejta familjes të viktimave, 3 viktima të paktën në 48 orëshin e fundit në Vushtri. Me mua në studio Serjan Mazreku, avokati ynë. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe në studio. Në krahun tënd Eksena Qirici, psikologja jonë klinike. Përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Lidhemi live dhe drejt për së drejti me Majlind Kovaçin, me kolegen time në Kosovë, e cila ka realizuar edhe intervistën me kunatin e Nexhmia Haradinit. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Për ty, për gjithë panelistët në studio dhe për gjithë ata që janë duke na shikuar këto momente përmes News 24. Majlind, përpara se të shkojmë tek intervista që ke realizuar me kunatin e viktimës 42 vjeçes Nexhmia Haradini, do doja të dija ti intervistën e ke marrë me njëherë pas varrimit të së ndjerës ditën e djeshme rreth orës 17. Si ishte situata, si u paraqit situata në familjen e të së ndjerës? Po, në fakt ne pas varrimit
të kësaj zonjës që më të vërtet ka prekur gjithë qytetin e Vushtrisë, por jo vetëm, sepse ka qenë një tragedie dhe si që tekët ju, do me thënë, në këto ditët e fundit në Kosovë në 3 raste të ndara ka ndodhur 4 vrasje, gjitha në përdorimin e armës, dhe rasti ishte ende më tragjik kur zonjën, do me thënë, e vret ish pronari. Sipas kunatit të zonjës, vrasja ka ndodhur kryekësisht për motive xhelozie, për shkak se e ndjera, do me thënë 3 herë kishte larguar nga puna dhe herën e 4 kishte refuzuar që të vazhdonte punën dhe prej rreth 6 muaj ajo kishte ndërprer kontratën e punës dhe kishte vazhduar të punonte përballë lokalit të tashmë të ndjerit në një lokal tjetër, do me thënë në shërbim të njëjtë, ishte do me thënë një lokal i cili ishte i ngjashëm me një furrë dhe sipas familjarëve, nëse për shkak të konkurrencës, ai e vret, do me thënë, zonjën. E më pas ai rrethon që do me thënë buku të fëndjerës, pronari i kishte dërguar mesazhe kërcënuese. Pra, ekzistojnë sipas familjarëve të sëndjerës mesazhe kërcënuese për shkak të konkurrencës, thoni ju. Se ky motiv është shumë tragjik dhe shumë absurd për ta kuptuar se si mund t'i marrësh jetën ish punonjëses tënde, vetëm e vetëm për shkak të konkurrencës dhe më pas të vetvritesh edhe vetë. Në fakt, kjo ka qenë edhe tronditja më e madhe, arsyeja që tashmë i ndjeri i vetvrari ka privuar nga jeta ish-punëtoren e tij për një arsye që gjithë neve mund na u duket banale, por që për të ka qenë arsyeja kryesore dhe e vetme, siç pretendojnë dhe me ngulim e thojnë familjarët, për shkak se ekzistojnë edhe mesazhe të cilat do me thënë i ka dërguar bashkëshortit të sëndjerës, duke i thënë se do të dalë punë me mua kur të zatetemi, që në zhargonin tonë kosovar kur të zatetemi bie që kur të takohemi. Qartë, pra ju keni arritur të zbuloni dhe përmbajtjen e këtyre mesazheve që kanë mbritur në telefonin e 42 vjeçares, me sa duket pas ka pasur një përballje edhe me bashortin e saj. Po, dhe sipas familjarëve ata nuk e kanë mohuar që çast mund të ketë qenë edhe burri i zonjës, por që në atë rast për fatkeqësinë e saj, do me thënë nga furgoni ka zbritur zonja, që ka përfunduar orarin e punës, ndërsa zotëria ka qenë duke punuar në një vend tjetër dhe në momentin tragjik, do me thënë nuk ka qenë në furgonin në fjalë. Pra bilanci mund të ishte dhe më i rënduar, sepse nëse do kishte zbritur edhe bashorti, mund t'i kishte ekzekutuar të dy, ose mund të kishin shpëtuar të paktën, duhet ishte dhënë një ndihmë tek 42 vjeçarja. Por jo vetëm kjo, do me thënë në rastin tragjik, tashmë viktima kishte qenë me një bashkëfshatare të saj, e kjo fundit kishte qenë edhe me vajzën e saj, e që dorasi në atë moment ka shkën edhe në drejtim të tyre, por për fat të mirë, ato kanë marrë vetëm lëndime të lehta trupore dhe kanë vazhduar për tretman në spitalin e Vushtrisë. E qartë, mirë, do doja në këto momente për të kuptuar diçka edhe nga familjarët e ngushtë, sepse familja e sëndjerës ka folur nëpërmjet edhe nipit të bashortit të saj, por ne kemi në mënyrë ekskluzive ditën e sotme, po e shfaqim në televizionin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe intervistën e plot Majlind që ti ke marrë kunatit vetëm pak momente pas varrimit të sëndjerës. E ndjekim të nderuar miq dhe rikthehemi me të tjera detaje që vetëm Majlind Kovaçi do të na e sjellë ditën e sotme ekskluzivisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, detaje të cilat nuk janë thënë më parë në media. Ndjerja ku pas kunat ka qenë gruaja e vllaut, edhe ka punuar të 8 vite, ka punuar në furrën Djelza, e ka ndërprer 2-3 herë punën, i ka largu për punë, tash s'mra me herë i ka kërkuar 5 marrë në punë. Do me thonë dorasi e ka larguar disa herë nga puna? Po, 3 herë e ka largu, po. E s'katërti herë kjo nuk ka pranu më shku në punë, ose ka honë, edhe unë i më hindër mësus për me këthy në punë, por nuk ka desh se s'po mujtë më bo, ashtu herë d'hin, herë dill, edhe s'ka mujtë më këthy në punë. Nuk mujtë më hi, edhe unë metë me qikaq. Ky, ato jem i bindën që e ka bo vetëm prej, se tani konota u hinë në tjetër gjellëtore më punue, edhe aj me siguria ka bo ato kur ka posë, më di fargjelezia, qa po di unë e ka ardhë, pse po punën ato ju, edhe që ato ka ndodhë, veç për që ato ka qenë, se s'ka posë tjetër absolut, se kur të keqen, na që të jemë 500 shpijem, kur të keqen, as mizën nuk e shkelim.
Kur keqe me kërkës këna pas absolut një jetë, kur një të keqe se këna pas me kërkën. Lojme në këna morë vesh, mas je morë në pipune, kom zbrit këtu të rruga, edhe kom po që diçka një fartubimi atje, që nuk është në regull, kom vrapu, jëm ngo, tha një grua është e vramne, poshtë, jëm hikur, nëse dita kush, po më kalëzën një kështi, tha jo, thash... Në kohën kur është larguar, do me thënë tashme ndjera nga puna e potencuar 3 herë që është larguar, a kishte marrë ndo një kërcnem prej pronarit, tashme dhe a i ndjerë, që pse nuk kthesh në punë ose diçka e tillë? Tek vllo na ka tregu prom se neve, personalisht neve s'na ka më na kërcnu, absolut s'na ka kërcnu kur më unë, u shku mënyrë të mirë, më unë më këthy në punë. A vllo po tregon promi pas ka unë i sholla në gëzatetën vllovt. Burrit ndjerë, si pas ka thonë qashtu. E kjo e ka mojt në sheft dhe s'na ka tregua, dhe ka unë e kove qashtu për pi nervoza, kupton edhe... Do me thënë që cak mund t'ishte edhe vllau juaj në këtë rast? Ka mujt fati se ka desht ato, saj njëri e ka hup vetdijen, e ka hup kontrolën edhe ka po që mos. Edhe kjo nga ka prek fort këfa rast, fort nga ka prek. Po thujmë gjithë i sholla rast i fundit, po këto rast s'pa nolin kur. Sholla mërë zët, nolin këtu, kejtë kemë muëtra. Umëdhime ku isha femna, umëdhime përcisi. Se tonë kemë vojza, kemë gra, kemë umëdhime fort. Mënuhen më punu, mënuhen minimu burrit, minimu shpis, që në fund të pësojnë ku mas kesi. Ku është veç femna, po pësojnë. Për njëzve të ligë. Veç për njëzve të ligë. I emocionuar ka dhënë detaje në fakt në lidhje me ngjarjen edhe Kunati 42 vjeçares. Majlind, ti je protagonistja, autorja e kësaj interviste dhe do doja që të përcillim tek teleshikuesi edhe mesazhet që tha zotria në fund, nga njerëz të ligë, poshtohen viktimat, unë shpresoj që Kunata ime të jetë viktima e fundit, por sipas edhe statistikave në Kosovë, poshtohet së fundmi rasti i vrasjeve të grave, gjë që ka qenë një fenomen i neve në Shqipëri, por me sa duket të shprekur së fundmi edhe në Kosovë. Përpara se dalim tek statistikat, do doja diçka të shkurtër. Me sa duket Majlind, sistemi i referimit edhe në Kosovë pas ka qenë një ngjarje e paralajmëruar nëpërmjet mesazheve të shkëmbyra jo vetëm me viktimën e tij, me ishpunojësen, por edhe me bashkëshortin e saj, ndërkohë që prita ka qenë ditën e hënë dhe ajo ka ndaluar pikërisht në vendin ku është ekzekutuar, me sa duket të shpritur nga dorasi si ju e quani, nga autori i ngjarjes dhe kanë mbetur të lënduara dhe shoqja e saj së bashku me të bijën, por mund të kishim edhe një bilanc më tragjik se mund të kishte zbritur edhe bashkëshorti në atë vend edhe i Nexhmijes. Përmbajtjen e atyre mesazheve ti e the, kemi diçka tjetër në përmbajtjen e atyre mesazheve dhe pse nuk janë denoncuar nga ana e vetë Nexhmijes, viktimës, por edhe bashkëshortit të saj? Sipas Kunatit të së ndjerës tashmë, ai thot se bashkëshorti i saj në fakt nuk i kishte marrë si shumë serioze këto kërcënime, sepse kishte menduar që vetëm po i bën për mëkat të qastit, por që këto në fakt kanë eskaluar dhe tashmë dihet edhe bilanci që është viktima në fjalë dhe Zorasi që ka bërë vetvrasje. E nderuar, është mësuar motivi i largimit të së ndjerës nga fura e bukës sepse kishte punuar diku 8-9 vite në mos gaboj? Po, do me thënë sipas Kunatit kishte punuar 8 vite, por i ka larguar ndoshta për arsye të pagesës, i ka larguar, i ka marrë prap dhe zonja më në fund është lodhur dhe ka thënë më nuk dua që të shkoj. Pra, nuk pagueshin punojësit? Nuk pagueshin, ishin pagat e ulta? Kush është motivi i pagës? Sipas dëshmitarëve kanë thënë që ka qenë çështja e pagesës, do me thënë. Dhe e ka larguar disa herë sepse zonja nuk ka qenë shumë e kënaqur me pagesën, më pas zotria ka refuzuar, më pas i ka ftuar prap në fund dhe dikur zonja nuk ka preferuar që më të rikthehet në po të njëjtin vend të punës. E qartë, pra 2-3 herë ka pasur rikthime, çështja e rrogës që nuk dihet ende, ta zbulojmë arsyen nëse ka qenë një pagë ulët apo nuk është paguar zonja, gjë që e ka lodhur dhe duket që 2-3 herë ajo është larguar nga puna ku 6 mujorin e fundit me sa duket ka shkuar në një tjetër biznes të ngjashëm në zonë.
Po, pikrisht. Ashtu na thanë disa dëshmitarë, sepse këtë nuk na pohoj kunati i zonjës, por duhet ceki këtu që vetëm një dekadë gjysmë më parë në Kosovë nuk mund të flitej për aq shumë vrasje, sidomos të grave. Po flasim për 59 gra të vrara në një dekadë gjysmë. Domethënë është bilanc shumë i madh që vitet më përpara në Kosovë, edhe për shkak të ndoshta mentalitetit që e kemi pasur gjithmonë femrën e kemi konsideruar të shenjtë, ndërsa gruaja sot në fakt ka ardhur në një nivel që për një fjalë të gojës, si themi ne, domethënë përfundon e vdekur. Majlin, do doja të dija çfarë ka lënë pas Endjera, bashkëshortin, një djalë, më duket, sa fëmijë ka? Bashkëshortin dhe 3 fëmijë, nëse nuk gaboj, njëri është luan futboll për ekipin e futbollit dhe dje ka qenë gjithë ekipi i futbollit në varrimin e së Ndjerës. Besoj se kishte një masivitet njerëzish për përcjelljen ditën e dieshme për mbanesën e fundit rreth orës 17 në Vushtri, apo jo? Po, kishte shumë njerëz dhe ishte një ngjarje jashtëzakonisht e prekshme, kishte fytyra shumë të mërzitura, të dërmuara, familjarët ishin në gjendje shumë të rëndë emocionale, sepse duhet themi që është një zonjë 42 vjeçare që është përveç moshë e re, është një nën, një grua, siç ka thekur edhe kunati i saj, një grua e mrekullueshme, e cila domethënë ai flet fjalët më të mira për të, duke thënë se ka qenë shumë e sjellshme, ka qenë një grua e cila është munduar që të rritë fëmijët e saj dhe t'ia ofrojë standardin më të mirë të jetesës, dhe që kjo në fakt në një farë mënyrë ja mori jetën. Majlind, a kemi të dhëna në lidhje si është gjendja e shoqes së saj dhe e vajzës së mitur? Po, ato domethënë kanë qenë për tretman, përveç tronditjes së madhe që e kanë përjetuar në atë rast kritik, ato domethënë nuk kanë probleme të mëdha shëndetësore, por kanë pasur vetëm disa probleme të vogla, të cilat janë kuruar në spital. A kanë mundur të japin dëshminë e tyre se çfarë ka ndodhur konkretisht? A ka pasur shkëmbim bisede midis autorit edhe vetë së Ndjerës? Para kamerave ju ende nuk ka diçka, por në rast se do të ketë, ne do të jemi të hapur për të ndarë me ju. Ndërkohë, besoj se kanë dhënë dëshminë e tyre në polici. Kemi të dhëna nga policia se çfarë kanë deklaruar? Për shkaqe që është domethënë ngjarja duke u hetuar në tërësi, nuk kemi diçka zyrtare, të paktën unë nuk kam për momentin, dhe domethënë por vetëm këto që të gjendjes tyre shëndetësore. A ke pasur mundësi të kesh informacione në lidhje edhe me familjen e autorit, edhe ai besoj ditën e dieshme është përcjell për mbanesën e fundit dhe ai? Domethënë sipas të dhënave, nëse nuk gaboj, ai sot përcjellet në banesën e tij të fundit. Po, edhe viktima, domethënë edhe i vetvrari ka lënë pas vetes një familje, domethënë ka gruan dhe fëmijët, edhe ata janë shprehur, domethënë zëndri i tyre ka dhënë një intervistë për një media të caktuar prapa kamerave, që edhe ata janë të tronditur dhe nuk kanë mundur ta besojnë se në fakt zotëria në fjalë ka bërë këtë akt. Edhe familja e autorit kanë qenë të tronditur, por a kanë kuptuar diçka në lidhje me ekzekutimin që familjari i tyre, Arsim Orina, do të kryente ndaj 42 vjeçares? Kishin kuptuar diçka, por ndoshta e kishin neglizhuar? Jo, ata domethënë kanë qenë kategorikisht kundër çdo dalje publike dhe vetëm një dhëndër i tyre prapa kamerave ju ka thënë gazetarëve aq sa domethënë me pak fjale ka përshkruar vetëm tronditjen që e ka mësuar si familje. Pra shqetësimet e punës që ka pasur, ndryshe nga viktima që janë përcjellur edhe në familje, ka pasur mesazhe kërcënuese përkundrejt jo vetëm së Ndjerës Nexhmia Radinit, por edhe ndaj bashortit të saj. Familjarët e Arsim Orinës nuk kanë ditur asgjë, as nga mesazhet dhe as nga shqetësimet e tij. Për momentin, domethënë ata nuk kanë dhënë intervistë dhe ne nuk jemi në dieni nëse kanë ditur ose jo, por që pala tjetër i ka ditur ato tashmë dhe janë të faktuara. Majlind, po përsa i përket gjetjes së armës që ka qenë një armatosur Arsim Orina, 50 vjeçari. Dihet, ka dieni si është siguruar arma, ku është siguruar, pse lëvizte i armatosur?
Po, në fakt unë nuk kam një uri për çështjen e armës, për shkak se zotëria, domethënë, në biznesin e tij që ka pasur në Miloševa, i dihet që është nga rriti i Prizrenit dhe biznesi i tij ka qenë një biznes, mund të themi, goxha i suksesshëm dhe atë armë mund ta ketë pasur edhe ndoshta edhe me leje. Nuk kam informata për çështjen në fjalë, por që e kreu sulmin me të, ajo po dihet që po. Qartë. Gjithsesi, Majlind, edhe njëherë t'i rikthehemi masivitetit tashmë dhe rritjes së statistikave të vrasjes së grave edhe në Kosovë. Një statistikë që vjen sa gra të vrara së fundme. Do me thënë që në 15 vitet e fundit ne kemi 59 gra të vrara. Dhe kur e them të vrara, këtu do me thënë kemi gra që janë të vrara nga bashkëshortët, nga partnerët e tyre, e tashmë në fund po dihet që kemi gra të vrara edhe nga ish-pronarët e tyre, që është për të ardhur keq. Vrasja në asnjë mënyrë nuk arsyetohet, por motivet e vrasjes si kjo i fundit të lëm pa fjalë. Kush janë masat e institucioneve në Kosovë teksa një grua referon dhunën në familje? A merren masa konkrete për të parandaluar më pas vrasjet? Në fakt, çdo herë edhe në gjykimet e disa ngjarjeve shumë tragjike që kanë qenë të disa vrasjeve, si vrasja e Marigonës dhe të tjerëve, në fakt fillimisht gjyqet kanë jepur dënime maksimale, por pastaj kanë vazhduar dhe kanë vazhduar në seanca të tjera duke munduar që këto gjykime të rishqyrtohen dhe kjo ndoshta ka bërë që autorët e këtyre krimeve monstruoze të ndjejnë se në një farë forme e kanë përkrahjen për ta bërë këtë. Sepse kur këto rishqyrtohen, i bie që ti mund të bësh vrasje edhe ta kesh, por që institucionet janë munduar të bëjnë, madje edhe Komuna e Vushtrisë dje ka mbajtur edhe një mbledhje emergjente, kryetari i komunës ka shpjeguar që domethënë po merren të gjitha masat për të mos lejuar që këto raste të përshkallëzohen, sepse çdo ditë më shumë janë në rritje sipër. Duke qenë se ju referove edhe një herë Vushtrisë edhe kryetarit të komunës së Vushtrisë, do doja të dija edhe referencat që kanë institucionet, sidomos Komuna e Vushtrisë në rritje me rastet e dhunës apo parandalimin e rasteve të dhunës që më pas ndoshta në qoftë se nuk parandalohet, kalojmë në ekzekutimet e graveve të vajzave. Por mos të përjashtojmë që Vushtria është rënditur ditët e fundit edhe nga vrasja e një 19 vjeçari. Kush janë masat që Komuna e Vushtrisë, të paktën sipas mbledhjes së fundit që ju thatë, kanë marrë për t'i parandaluar këto ngjarje? Do me thënë, e cika edhe në fillim që thash që ju vetëm Vushtria është rënditur, sepse mbrëm kemi parë që edhe një ngjarje e kopshme ka ndodhur në kryeqytet, por duhet të thënë që qyteti i Vushtrisë, i cili është shumë afër kryeqytetit, ka qenë një ndër qytetet më të qeta sa i përket këtyre ngjarjeve. Kryetari ka dalur me ekipet, me komandantin e policisë dhe me të tjerë, janë duke përpiluar masa, siç kanë thënë ata, të rrepta për parandalimin e këtyre ngjarjeve. E qartë. Majlind, unë të përshëndes, të falenderoj që të kisha në këtë pjesë të parë të emisionit me gjitha të dhënat që t'i kishe, të falenderoj edhe për intervistën ekskluzive në televizionin News 24, në hapësirat e emisionit Me Zemër të Hapur që i ke marrë kunatit të Sëndjerës, të uroj punë të mbarë, falenderit edhe njerë për bashkëpunimin tënd. Dhe stresoj që të shihemi për ngjarje më të mira, po, patjetër. Të përshëndes e dashur drejt për së drejti nga Tirana, ndërkohë që linja kalon për regjin, një hapësirë shkurtë publicitare dhe rikthehemi me njërë në studio. Sa hapësirës së parë publicitare jemi përsëri drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit Me Zemër të Hapur, për gjithë teleshikuesit që kanë mbritur në këto momente dhe që nuk po e kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë ditën e sotme në transmetim, bëhet fjalë pikërisht për ekzekutimin e një 42 vjeçareje nga ish pronari i saj, nga pronari një furre buke në Vushtri. Ngjarja ka ndodhur ditën e hënë në datën 24, ditën e djeshme rreth orës 17 është
përcjell për banesën e fundit 42 vjeçarja dhe nga lidhja e drejt për drejt me kolegen time Majlind Kovaçi në Kosovë përcjellet për banesën e fundit dhe 50 vjeçari, autori që më pas është vetë vrarë pas ekzekutimit të ish punonjëses së tij. Ndjekim në këto momente edhe një herë intervistën e Kunatit të 42 vjeçares, një ekskluzivitet i emisionit Me zemër të hapur në televizionin News 24. E ndjekim. Ndjerën e kom pas Kunat, ka qenë gruaja e vllaut, edhe ka punuar të 8 vite, ka punuar në furrën Djelsa, e ka ndërprer 2-3 herë punën, i ka largu për punë, tash s'mra me herë i ka kërkuar 5 marrë në punë. Do me thonë Dorose ka larguar disa herë nga puna? 3 herë ka largu, po. E s'katërt herë kjo nuk ka pranu më shku në punë, mo, se ka honë, edhe unë i më hindër mësus për me këthy në punë, po nuk ka desh se s'po mujtë a mu bo, ashtu herë d'hin, herë dill, edhe s'ka mujtë mu këthy në punë. Nuk mujtë a mu hi, edhe unë mbet me qikaq. Ky, ato jem i bindën që ka bo vetëm prej, se tani Kunata u hinë në tjetër gjellëtore më punue, edhe aj me siguria ka bo ato kër ka posë, më di fargjelozia, qa po diune i ka ardhë, pse po punën ato ju, edhe që ato ka ndodhë, veç për që ato ka qenë, se s'ka posë tjetër absolut, se kur të keqen, na që të jem 500 shpijem, kur të keqen, as mizën nuk e shkelim. Kur të keqen me kërkës këna posë absolut njët, kur njët keqen se këna posë me kërkën. Lojmin e këna morë vesh, mas je morë në pipune, kom zbrit këtë të rruga, edhe kom po gjithë qka një fartubimi atje, që nuk është në regull, kom vrapu, jëm ngo, tha një gru është e vramne, tu është, jëm hikur, nëse dita kush, po më kalëzër një kojshitha, jo, thashtë. Në kohën kur është larguar, do me thënë tashme ndjera nga puna e potencuar 3 herë që është larguar, a kishte marrë ndo një kërcnem prej pronarit, tashme dhe a i ndjerë, që pse nuk thesh në punë ose diçka e tillë? Tek vllo na ka tregu prom se neve, personalisht neve s'na ka më na kërcnu, absolut s'na ka kërcnu kur më onë, u shku mënyrë të mirë më onë më këthy në punë. A vllo po tregon promi pas ka onë i sholla në gëzatetëm vllovt. Burët ndjerë, si pas ka thonë qashtu. E kjo e ka mojtë në sheft dhe s'na ka tregua, ka unë e kove qashtu për pi nervoza, kupton edhe... Do me thënë që cak mund t'ishte edhe vllau juaj në këtë rast? Ka mujtë fotu se ka desht ato, se aj njëri e ka hup vetë dijen, e ka hup kontrolën edhe ka po që mos. Edhe kjo nga ka prek fort këfa rast, fort nga ka prek. Po thujmë gjithë i sholla rast i fundit, po këto rastës po nolin kur. Sholla mërë zët, nolin këtu, kejtë kemë muëtra. Umëdhime ku isha femna, umëdhime përcisi. Se tonë kemë vojza, kemë gra, kemë umëdhime fort. Mënuhen më punu, mënuhen minimu burit, minimu shpis, që në fund të pësojnë ku mas kesi. Ku është veç femna, pësojnë. Për njëzve të ligë. Për njëzve të ligë. Fjalë të ndjera këto në fakt Kunatit 42 vjeçares në Gjumia Aradini, do doja të komentonim së bashku, sepse është një dëshmi tronditëse, mund të kishim një bilanc më tragjik, ishe para përgatitur sipas Kunatit gjithçka për mënyrën e ekzekutimit, vendit ku është ekzekutuar, ajo ka zbritur nga fugoni, mund të kishte zbritur në fakt nga automjeti së bashku me bashortin, por bashorti kishte pas një punë tjetër, kishte vazhduar rrugën me automjetin, por ajo ka zbritur së bashku me shoqen dhe me vajzën e shoqes së saj. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur, a ka pasur shkëmbim fjalësh midis autorit edhe viktimës. Do presim tashmë edhe dëshminë që do japi shoqja edhe vajza, po fatmirësisht edhe ato janë plagosur lehtë të tronditura, sepse nuk e kanë pritur një ngjarje, por që duket sikur të gjitha këto ngjarjet janë të një tipologjie të paralajmëruar me sa duket, por motivi mbetet shumë absurd në rastin konkret. Do doja mendimin tënd. Sigurisht e vis, pra kur kërkojmë analiza për motivin e vrasjes, kërkojmë shpesh motive bindse të forta, por ajo çfarë tha zotëria në fund është shumë e rëndësishme. Pra, të gjitha jemi gra, kemi motra, të cilat kemi vajza, dhe është tronditse që një grua të shihet e letë për të vrarë. Kjo është dhe më tronditse. Pra, cila do qoftë
arsye, se do që veprimi, pra një grua e cila shihet kaq e lehtë për të vrarë në kulturën tonë, sigurisht kjo është edhe më të rënditse, sepse ato kanë disa statistika, po edhe ne kemi statistika dhe vrasja e gruas nuk justifikohet me asnjë lloj motivi, si do qofshin ato. Por ajo çfarë është më të rënditse është dhe fakti që vritet në ambientin e punës, pra për xhelozi e konkurrence, për xhelozi e punë, dhe kjo bën edhe më të vështirë, sepse shpesh ne kemi analizuar situata kur, siç tha edhe gazetare nga statistikat, kryesisht nga partnerët, nga bashkëshortët, pra aty, si të thuash, e shohim si të mundur në statistikë. Ndërkohë, në këto kushte për ne është tepër të rënditse dhe nuk e gjejmë, pra në arsyen tonë nuk e gjejmë dot se si mund të vritet pra një grua, sepse ti e trajton keq në vendin e punës, e merr dhe e lëshon, dhe pastaj kur ajo vendos që nuk vjen më në ambientin e punës, ti të marrësh përsipër këtë lloj akti kaq ekstrem. Mirë, Kunati e thotë që shpeshherë i kishte larguar 2-3 herë nga puna dhe i kishte rikthyer përsëri në punë. Me sa duket pagesa ka qenë shkaku, po a i keq paguar, apo duke punuar dhe duke mos i dhënë hakun e punës, kjo është mbetet ende mister. Do donim të dinim si mund ta ketë përgatitur autorit gjithë këtë, se që kanë qenë shkaqe xhelozie, por klasifikimin xhelozisë në rastin konkret nuk ka të bëjë me sa duket në aspektin sentimental, por për sa i përket edhe konkurrencës së biznesit. Si mund të arrijë një burr 50 vjeçar i cili ka pas një familje edhe të tjerë apo jo, për ta ekzekutuar, ai ka qenë në tronditje e sipër, thotë edhe Kunati, i 42 vjeçar dhe nuk ka ditur se çfarë ka bërë, po më pas besoj se është kthjelluar për ka qenë koshient se çfarë ka bërë që u vetvra. Shpjegohet kjo? Ta shpjegojmë paktën. Shpjegohet sepse ata të dy kanë punuar, pra burri e gruaja kanë punuar në këtë vend pune. Dhe në 8 vite sigurisht janë ndërtuar, pra nga ky largimi dhe afrimi përsëri janë ndërtuar marrëdhënie konfliktuale, marrëdhënie të vështira. Dhe pra shko sa pronari e ka vetë marë pra të drejtën që unë të largoj nga puna, unë të sjell prap në punë, gjë që ndodh edhe në kulturën tonë, pra që pronarët mendojnë që kanë të drejtën të bëjnë me ty çfarë të duar si punonjës, dhe momenti që punojësi e merr këtë drejtë, pra mërzitet dhe punon përballë biznesit tënë, sigurisht shpjegon gjithë këtë nivel të lartë xhelozie, zemërimi, inati, sepse konkurenca sigurisht që... Por çfarë ndodhi kësaj here, duke qenë se ata e kishin një eksperiencë disa 2-3 herëshe që ishin larguar, por edhe ishin rikthyer përsëri në punë. Çfarë ndodhi kësaj radhe? Çfarë mund të ketë ndodhur? Mendoj që thjesht vendosmëria e zonjës për të mos u rikthyer, pra që ai ka bërë disa herë me ta, dhe ata e kanë toleruar dhe ai e ka pranuar, sepse është kjo pjesa që nëse ne tolerojmë, pastaj merret e mirëqen që ti nuk ke më të drejtë vendos dikush tjetër për ty. Dhe pikërisht fakti që zonja ka vendosur të mos kthehet dhe ka gjetur një punë tjetër, një vend tjetër, sigurisht ai ka inatosur edhe e ka zemëruar edhe më shumë. Pra, ti thua që zonja ka qenë e vendosur, viktima ka qenë e vendosur dhe prandaj do ka zemëruar, e ka zemëruar, ka arritur edhe në zemërimin e 50 vjeçarit Arsimorina, apo shkaku se ka nisur punë në një vend tjetër që është edhe konkurrenti i tij ndoshta më i madh në zonë. Për të dyja kanë shkuar paralel me njëra tjetrën. Fakti që zonja ka vendosur dhe kjo vendosmëri është finalizuar me gjetjen e një pune tjetër që ti e ke përballë, sigurisht të dyja këto kanë bërë që zemërimi i tij të arrijë në këto kushte. Çfarë ndodh në trurin e autorit për të marrë një iniciativë kaq të madhe ekstens? Si e përgatit ai veten e tij për të dalë përpara një gruaje me armë dhe pa pyetur me kë është shoqëruar? Thash edhe një herë, bilanci mund të kishte qenë akoma edhe më tragjik. Çfarë ndodh në para përgatitjen e tij? Arrin ai ta mendoj me hollësi planin djallëzor apo? Pra kur xhelozia dhe zemërimi dhe inati arrin kulmin, të cilën personi bindet që vrasja e shpëton nga kjo lloj xhelozie, sigurisht që i mendon pra të gjitha, pra e ka ndjekur, e ka pritur dhe më pas e ka realizuar aktin final. Por sigurisht që e mendon, pra kur xhelozia arrin kulmin dhe e bind individin
që ky zemërimi yt duhet marrë fund nëpërmjet vrasjes së personit. Mendon se duhet ketë pritur, pra ka ditur lëvizjet e 42 vjeçares, sepse ka pritur tek tuneli, ka parë kush ka zbritur dhe më pas e ka ekzekutuar. Mendon se mund të kishe shpëtuar në qoftë se do kishe zbritur edhe bashorti i Nexhmijes, apo mund të kishte ndodhur që të ishte Nëse ka tentuar dhe ndaj shoqes bashkëqëruese së saj për të shtënë dhe ndaj saj, sigurisht që në atë moment ai thjesht ka dashur që të shkarkojë gjithë zemërimin e tij dhe nuk ka marrë më asnjë gjë në konsiderat. Vetëm thjesht ka pra nuk kanë qenë një ngjarje rastësishme. E pash që po zbret, po zë këtë pozicion, jam dhe i armatosur dhe të mbaroj punë. Ka qenë mirë menduar. Ka qenë planifikuar, pra vrasjet e kësaj natyre, pra kur ti e ndjek personin, sigurisht që e ke studiuar lëvizjen, me kë është, ku do zbresi, dhe sigurisht pra kjo lloj mënyre ndjekje tregon që ka patur në mendje që ta çojë deri në fund aktin final. Shiko, në këtë rast kemi jo vetëm vrasjen e 42 vjeçares edhe plagosjes lehtë të shoqes edhe të vajzës së saj, por kemi edhe vetë vrasjen e 50 vjeçarit. Po këtë e kishte përgatitur më parë? Në qoftë se nuk ka qenë momentale? Sigurisht që ka studiuar, e ka ndjekur, e kupton, ka zbritur, ka gjetur momentin. Mund ta kishte përndjekur edhe herë të tjera. E mendon këtë gjë apo? Patjetër që ka bërë pra një lloj llogaritje të mënyrës se si zonja lëvizte, ku zbriste, sepse gjithsej e ka ndjekur aty, pra e ka pritur zbritjen e saj dhe mënyrën se si ta gjej vetëm, sigurisht që ka bërë një lloj për llogaritje. Shpesh ndodh që personat që vrasin dhe vetën përveç. Këtu është pastaj një element emocional që mbetet në pikpyetje, pra që personi krijon një lloj, si të thuash, vetdije deri diku për atë çfarë ka bërë dhe e dënon vetveten që të mos vazhdojë me pjesën tjetër të penalitetit që ti merr nga kjo vrasje. Pra, menjëherë pas ekzekutimit të 42 vjeçares aty është kthjelluar se çfarë ka bërë. Pra, ndodh një element emocional, të cilën personi kupton se çfarë ka ndodhur dhe e dënon vetveten për aktin që ka kryer. Pra, nuk ishte e planifikuar, thua ti, vetvrasja e tij. Në këto momente, pra, kur vetdia humbet, pra, dhe këto kushte janë, nuk bëhet dot kaq e qartë plani për të vrarë veten, se është pak e vështirë që njeriu. Ka dashur ta trëmbi për rikthimin e saj në punë, apo situata i ka dalë jashtë kontrollit duke parë që e ka lënë të vrarë në vend? Mund të jetë një nga... Nuk më duket trëmbje, thjesht trëmbje. Pra, kërcënimet mund të jenë një formë trëmbje dhe pikërisht kjo ka bërë që familjarët ose bashkëshortit të mos e marrin në konsiderat kërcënimin, që ai mund ta çojë në aktin final. Tek mesazhet, pse nuk i marrim në konsiderat në shkëmbimin e mesazheve ku me të vërtetë përdoret një gjuhë urrëtie, por edhe një gjuhë dhune të paktën? Sepse unë mendoj shpesh e vi që dhe e kemi pjesë të kulturës tonë kërcënimin. Pra ne të kërcënojmë për të fituar një lloj pushteti. Ne kërcënojmë, por ka raste që edhe ato kërcënime i kthejmë pastaj në realitet. Po, dhe kjo është ajo që shpesh ne nuk ndajmë dot. Se është ndryshe të kërcënosh edhe mos bësh asgjë, edhe ndryshe të kërcënosh dhe vjen një moment që ti e realizon planin. Dhe kjo tregon pra pse si kultura jonë që e pranon kërcënimin pa e denoncuar, pa e referuar, në krahasim me kultura të tjera që ka një ndjeshmëri të lartë edhe për një kërcënim të nënkuptuar, ata ka një ndjeshmëri shumë të lartë. Ne marrim si të mirëqenë që kërcënimi është në po të kërcënon për një arsye dhe e lëm në gjendje të lirë. Dhe kjo është ndoshta edhe vështirësia e kulturës tonë që nuk e marrin kërcënimin si diçka që mund të ndodhi. Pra, ne nuk e marrim të rëndësishme kërcënimin, thua ti, por ne nuk marrim të rëndësishme edhe sistemin e referimit që do ta kthejmë bisedën vetëm pas paka. Duhet ishte referuar ngjarja, duhet flasim edhe për atë zonën e vushtrisë ku jemi vetëm 500 veta, thot Kunati, dhe njihemi dhe shkojmë në harmoni me njëri tjetrin, por duhet kuptuar, sipas të dhënave dhe të koleges time nga Kosova, Majlind Kovaçi, ajo tha që personi në fjalë, autorin nuk jetonte në të njëjtën zonë ku kishte edhe biznesin. Gjithsesi, do shkoj tek avokati, tek zoti Serian Mazreku në lidhje me dinamikën, thuhet që nuk ka vepër penale sepse autori është vetvrarë, por ke një tjetër këndvështrim në lidhje me motivin. Kjo është një ngjarje shumë e rëndë, tetë ekstreme, dhe mendoj që është vrasje me paramendim, e mirë menduar, sepse nëse nuk do ishte e mirë menduar, ai do ishte tërhequr në momentin që ka parë shoqen e saj
së bashku me vajzën. Me vajzën nuk u zbriti nga furgoni dhe duke qenë para kësaj situate, kjo nuk mund të shkoje pa hetim. Pasi kemi të bëjmë me një person të tretë dhe personi kryesor që është në hetim është vajza e cila është e plagosur sot. Pra, janë ngritur pistat e hetimit, ngrihen për të marrë në hetim personin në fjalë, për të parë mos ka pas ndërhyrje apo konflikt të mëtejshëm dhe kundër përgjigje, pra ndoshta mund mos jenë të vërteta. Pra, hetimi nis në raste të tilla, thua ti? Pasi kemi të bëjmë me një person të tretë dhe nis për arsye sepse mund të jetë kjo personi e cila ka informuar që ne po zbresim nga furgoni dhe ne jemi këtu, pra është personi parë i dyshuar vajza që ka qenë me të në furgon. Pra, nuk është mjaftuar vetëm me vetvrasjen e 50 vjeçarit. Jo, këto zbardhës dhe dinamika. Këto janë pistat e hetimit, të cilat janë shtyllat kryesore. Pra, e ka përndjekur apo ka pasur informator, thoni ju? Mund këtë pas përndjekje, por mund këtë dhe informator. Është pistë të cila nuk mund të shuhet pa u provuar. Dhe duke qenë para kësaj situate, deri në momentin që do dalin marrja provave të duarve të ndjerit, të ndjerës dhe të vajzës e cila është e plagosur për të marrë dhe për të parë kush ka qëlluar me atë armë, a ka qëlluar vetëm personin e fjallit cili ka vrarë dhe vetën, apo mos ndoshta ka pasur dhe një ndërhyrje konfliktuale me vajzën e cila është e plagosur. Pra, kjo do shkoje për të hetuar, do merret e gjithë kronologjia e ngjarjes, hetimi. Pra, si është përndjekur, kush e ka përndjekur, si janë marrë informatat, a ka qenë një viktime rastësishme dhe shoqja së bashku me vajzën? Pastaj, nëse zbulohet që gjithë situata është e krijuar nga vetë arsimi, atëherë pushohet çështja dhe njoftohet dhe palet. Ama nisja e hetimeve ka nisur? Ka nisur që në momentin që ka ndodhur ngjarja, është futur organi akuzë, prokuria, policia, dhe ato do dalin së shpejti me një reagim për të dhënë të vërtetën e kësaj ngjarje, sepse kjo nuk është një ngjarje normale. Mund të jetë ky motivi apo mund të kemi dhe motive të tjera? Unë mendoj që ky është një konflikt i vazhdueshëm dhe siç e thash, vrasje me paramendim është e mirë menduar dhe më vjen shumë keq, siç e citova ti pak më parë, që pse këto marrin mesazhe kërcënuese, kanë konflikte, zihen dhe nuk i bëjnë as të rrethi shoqëror, po as në komisariatin e policisë, sepse prandaj kemi ngjarje kështu në vendin tonë dhe në Kosovë, sepse ne mundohemi të zgjidhim vetë konfliktet, ndërkohë që organet ligjzbatuese, organi i policisë, prokuria, gjykata nuk kanë krijuar për të pritur kur të vriten njerëzit, nisin hetimet dhe realizojnë pistat si ka ndodhur. Por këto institucione janë të ndërtuara për të pritur qytetarët, për të mbrojtur qytetarët, ndaj qytetarët duhet të shkojnë të denoncojnë gjithë çfarë konflikti që kanë, sepse ne kemi vënë re që konflikte nga më të rëndomtat kanë shkuar në fatalitet. Jo më konflikte në një historie mes dy familjeve, një historie ku ti shkon dhe punon prapë përballë dikujt që ke konflikt, pra është një situatë e cila është krijuar dhe vetë nga vetë zonja që ka shkuar të punoj përballë personit që ka pasur konflikt. Qartë, ky është edhe tuneli ku ka qenë i pozicionuar 50 vjeçari Arsim Morina. Ky është vendi në fakt që i ka marrë jetën 42 vjeçares, ka qenë një hapësirë shumë e vogël, siç e shikoni, dhe ndoshta është ai dëmi kolateral që është jo etike në fakt edhe për të thënë, plagosja e shoqes dhe e vajzës. Thash mund të kishim edhe viktima të tjera, se mund të ishte bashorti, por bashorti mund edhe si burr mund të kishte dalë në mbrojtjen e gruas dhe ndoshta mund mos kishim viktima fatalitete të paktën, mund të kishim vetëm plagosje, mund ta kishte parandaluar, si mendoni, në lidhje me dinamikën, nëse do kishte zbritur edhe i shoqi nga furgoni. Apo zhvendi ka qenë gusht aty edhe nëse do kishte zbritur bashorti, nuk do ndodhte kjo. Nuk do ndodhte. Nuk do ndodhte, sepse ai një njeri që merret në vrasje femra, ai është një frikacak, një njeri që merret me gra, ai nuk ka fuqi të përballet me burra. Dhe të arrish të vrasësh një grua, një femër, një motër, një nën, një fëmijë, një vajzë, kjo është te çdo normalitetit një njeriu normal.
Mirë, pak më përpara regjia na bëri të mundur edhe pami nga varrimi i 42 vjeçares. Kjo zonë e Vushtrisë njihet si një zonë e qetë sipas edhe dëshmisë së kunatit të saj. Jemi vetëm 500 njerëz në këtë fshat dhe njohim shumë mirë njëri tjetrin dhe nuk kemi as pak konflikte me njëri tjetrin, me sa duket 50 vjeçari Arsim Morina kishte ngritur biznesin e tij, por nuk vinte dhe nuk jetonte në të njëjtën zonë. Do donim edhe një herë regjia të shfaqnin pak pamjet, po, këto janë pamjet që na sjell pikërisht edhe kolegja jon Majlin Kovaçi. Traditë e Kosovës të fakt që në varrim shkojnë burrat, edhe pse autori është një burr, nda një grua 42 vjeçe, nën e 3 fëmijëve. Prekse kanë qenë fakt edhe fjalët që njëri prej djemve i cili është futbollist i ka dërguar nënës së tij nëpërmjet rrjeteve sociale. Shikojmë djem të rinj, por edhe fëmijë të cilët përcjellin për banesën e fundit këtë 42 vjeçare. Pamje të rënda në fakt që na vinë drejt për së drejti nga Kosova, përcjellja për në banesën e fundit, ditën e djeshme, rreth orës 17 në varrezat e Vushtrisë. Ndahemi me këto pamje të rënda në hapësirën e dytë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë të fundit të emisionit. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me zemër të hapur në pjesën e tretë dhe të fundit. Eksen, si mund të parandalohen ngjarje të tilla? Si mund t'i nuhasim një ngjarje e paralajmëruar, por që nuk u vlerësua siç duhet nëpërmjet mesazheve kërcënuese, si nga ana e viktimës ashtu edhe nga ana e bashortit të saj? Si mund t'i referojmë? Sepse Kunati thot në intervistë, as ne vëllezërve nuk na kishte thënë diçka, se ndoshta goj më goj, po ta kesh ndarë dhe me familjarët e afërt Kunatit apo vëllezërve dhe se 500 veta jemi në fshat dhe shkojmë në mënyrë vëllazërore me njëri tjetrin, e njohim shumë mirë njëri tjetrin, tha, dhe nuk na kishte bërë vaki të ndodhin ngjarje të tilla. Atëherë, si mundet ne t'i nuhasim dhe t'i parandalojmë ngjarje të tilla? T'japim këto mesazhe për publikun, sepse për të gjitha ngjarjet themi, ishte një ngjarje paralajmëruar, edhe në rastin konkret, kështu pas ka ndodhur. Është e vërtetë e vizë dhe duhet të kuptojmë që çdo kërcënim duhet marrë dhe duhet konsideruar siç e bëjnë dhe shumë kultura të tjera që është serioze. Pra, të konsiderojmë që ai gjëja mund të ndodhë. Nëse e marrim të tillë në konsiderat, automatikisht ndryshojnë. Pra dhe gjërat më të vogla duhet i marrim në konsiderat. Mos kthehen këto në paranojë pastaj? Sigurisht që tendencën e kanë për të kaluar nga një ekstrem në tjetrën ndodh kur ne largohemi apo flasim për situata kaq ekstreme. Por është e rëndësishme që gjëra që tashmë ne i kemi artikuluar në çdo rast që është e paralajmëruar sepse ka shprehur kërcënimin, e rëndësishme është të flasim. Të flasim sepse nuk duhet që ne ta konsiderojmë veten si të zotët përpara një personi që edhe mund të të vrasë. Se personi mund ta konsideroj vrasjen, por ti si person që merr kërcënimin nuk e konsideron vrasjen. Pra si do e mbrosh ti veten ndaj kërcënimit? Si do e quash ti veten të aftë, sepse për shkak të mungesës së institucioneve, nga mungesa e reagimit, ne përgjithsisht nuk reagojmë në mënyrë cikël. Pra, nuk reagojmë se e zgjidhim vetë, kur reagojmë institucionet nuk na përshtaten dhe gjithë ky cikël bën që ne të mbetemi në gjithë ky zinxhir do të thuash. Mbetet në fluskën e mos reagimit dhe i çojmë të gjitha këto kërcënime në fund të këtij Pra, ka rënë besimi tek institucionet, tek referimi, si kulturë nuk e kemi referimin, apo jo? Se ne lidhim ndoshta në Shqipëri, edhe përpara viteve 90, nëse referon, i bie që ti të spionosh. Po. Është një lloj traume, sepse ti ndoshta në Suedi ke bërë edhe trajtime të herpasershme, aty ndoshta ndjeshmëria është e lartë. Dhe kjo lloj ndjeshmërie i bën edhe institucionet të jenë më të afta, më të gatshme dhe më të predispozuar dhe profesionalisht që të reagojnë dhe ta marrin në konsiderat çdo lloj, po themi, kërcënimi apo rreziku.
Mund të flasim pak edhe për kulturën në Kosovë, tek vëllezërit tanë, tek ndryshimet, por edhe të përbashkëtat që ne kemi, sepse trajnimet të tilla më tek e bërë edhe në Kosovë. Po, dhe një ndërto punonjësit e shërbimeve sociale kanë kohë që kanë deklaruar që çështjet sociale në Kosovë janë në kolaps. Janë në kolaps, po e kanë më të zhvilluar punonjësit social se sa ne, si strukturë. Patjetër që i kanë të zhvilluara, por nga dinamika... Tek ne nuk ka vlerë fare punonjësit social. Sepse rri në zyrë, kërkon që qytetarit i shkojë brenda një zyre, mund të mos ketë mbaruar domosdoshmërisht psikologjinë apo punonjësin social si mendoj që bëhen përpjekje, por por problemet sociale janë shumë të vështira. Për kultura si ne që kemi traumat e së kaluarës, Kosova sigurisht që ka traumat e luftës dhe janë të pa eksploruara, të pa trajtuara në kontekstin social dhe sado shërbimet e kemi të kësaj natyre nuk arrim dot që të krijojmë një lloj rehabilitimi. Pra ti thua rritje e statistikave së fundmi mbartet edhe pa trajtimi i çështjeve të luftës, gjatë kohës së luftës. Janë të pa trajtuara, të pa prekura. Po, dhe një pjesë e personave që jetojnë në Kosovë e raportojnë që trauma e tyre së shkuarës fletek ata, madje nëse bën intervista për detaje të hororeve që mund të kenë parë në periudhën e luftës, sigurisht që ti si dëgjues i thjesht të ronditesh, jo me ata që i kanë të, si të thuash, të ngullitura, çdo lëvizje, çdo emocion traumatik i kanë të ngullitura në kujtesën e tyre. Dhe mungesa e trajtimit të këtyre traumave sigurisht që... Shiko, çfarë kemi të përbashkët dhe çfarë na ndan me Kosovën? Kultura e reagimit, kultura e vlerësimit dhe mos vlerësimit të gruas, pra këta janë elemente që i kemi të përbashkëta, pra mënyrën se si reagojmë, mënyrën se si e zgjidhim vetë çështjen, si e nënvlerësojmë gruan deri në atë lloj niveli që nuk ka asnjë lloj të drejtë. Para sa po flasim për vrasjen ndaj gruas, sigurisht që ka një gjë që po lëviz në raport me figurën e gruas dhe nuk po pranohet nga gjinia mashkullore. Ajo që na ndan nga Kosova, këtë e kishim të përbashkët, besoj, mos vlerësimin e figurës së gruas, se duam dalim pak edhe tek pasojat, se kemi dy familje me fëmijë. Çfarë do ndodhi edhe me fëmijët e viktimës, por edhe me fëmijën e autorit dhe me familjen e tij. Në pjesën që ju po tregonit praninë vetëm të burrave, po, në varrim është një traditë kjo. Sigurisht po analizoja çfarë mund të mendoj secili nga ata, për më tepër dhe djali, pra në nivelin e kryesisht ishin të rinj dhe fëmijë. Inatit dhe urrëties, pa dikush të ka vrarë nënën, dhe kjo për nga konteksti emocional, një djali është një ngarkesë shumë e madhe emocionali, që do të thotë që prodhon në vetvete një inat dhe një zemërim gati aty që mund të flërë për shumë arsye dhe mund të shfaqë një moment tjetër. Në gjitha pamjet që ka dhënë regjia simbolim gjatë kësaj kohe, ne shikojmë me xhupin e kuq po të shikosh edhe për mënyrën e reagimit të bashortit, se me sa duket reagimi i tij ka qenë i tillë sepse ndoshta ajo ndjenja e fajt që ju thatë që nuk i ka referuar ato ose nuk i ka marrë seriozisht, se mundet edhe të kishim folur si burri me burrin, pse mi dërgon këto mesazhe, ne nuk duhet të vim dhe të punojmë tek ty ose gruaja ime nuk mund vit të punojmë ke ty për këtë apo për atë arsye, edhe për t'ia shpjeguar. Se tani edhe të vrasësh se shkoj tek konkurrenti jot, edhe kjo më duket shumë absurde. Domethënë motiv më banal se sa ky. Nivelin e kulturave e vis. Nëse nuk është e shoqëruar edhe me motive të tjera pastaj. Sepse vrasja ndonjëherë për kulturën e tërë nuk pranohet, por për një person i cili ka mbledhur, ka akumuluar brenda vetes zemrime dhe inat në forma të ndryshme, sigurisht që e justifikon. Pra ne si kulturë e kemi pak të vështirë të pranojmë që çdo gjë mund ta zemroj një person. Qoftë për një situatë kronike të mbledhur ndërkohë, por qoftë edhe për një çrregullim që mund të ketë individit. Nëse flasim për trauma lufte, flasim edhe për çrregullime. Pra flasim edhe për shëndetin mendor. Do thotë që shëndeti mendor i kësaj kulture është tepër i ndjeshëm dhe tepër gati që të bëj vrasje edhe me këtë lloj natyre. Mirë, jo për ta justifikuar, por ti thua që Kosova mbar traumat e luftës, po në Shqipëri. Edhe ne kemi traumat e regjimit, do të thosha. E regjimit, trauma regjimit. Shikoj sepse vrasjet së fundmi në Shqipëri po ndodhen edhe nga një moshë që nuk e ka përjetuar fare atë regjim. Sepse ne nuk kemi bërë po ashtu reflektime. Pra ne nuk kemi bërë reflektime, pra
ne nuk kemi një analizë, një statistikë, se si dolëm ne, si kulturë, nga i regjim në raport me shëndetin tonë mendor. Nuk e kemi këtë lloj dhe vitet e para në 90 treguan një nivel të lartë agresiviteti. Pikërisht tregoj në mënyrën se si dolëm ne. Me zhvillimin e menduam që këto trauma janë zhbërë, ndërkohë që nuk janë zhbërë, janë pjesë e të menduarit tonë. Dhe automatikisht, pra shkosa janë pjesë e të menduarit të një brezi që i ka përjetuar, automatikisht ato kalojnë, sepse ne flasim edhe për transmetim traumash ndër brezash, që ne shpesh e bëjmë analizë, transmetim traumash ndër breza. Dhe prandaj kjo është e nevojshme që ne të na bëjë të reflektojmë që ne si popullsi kemi një element të cilin e kemi të fshehur dhe duhet ta zbulojmë, gjë që po na e tregon edhe Kosova me vrasjen e shtuar ndaj grave. Çfarë ndodh me dy familjet, por sidomos me fëmijët e dy familjeve? Shtohet zemërimi dhe inati, pra mbas çdo vrasje shtohet zemërimi dhe inati dhe pikërisht këto ngjarje mblidhen me njëra tjetrën dhe prodhojnë një ngjarje në një moment tjetër. Për mos ta quar në zemërim, siç ju thatë edhe në inat, çfarë duhet të ndodhë me fëmijët tani? Pra, ne themi që duhen trajtuar, pra çdo ngjarje, sidomos ngjarje që prodhojnë nivele kaq të larta emocioneve negative, duhen folur. Duhen folur në mënyrë që të shkarkohet në një mënyrë, apo një tjetër gjithë ky intensitet emocional, që ti të mos e shkarkosh duke bërë një vepër penale, ti e shkarkon duke biseduar në kontekstin pozitiv me një specialist të cilët të ndihmon ta zbusësh inatin dhe zemërimin tënd. Mbajtja e armës nga popullata, pse i duhet një armë një individi? Tregon nivelin e lartë që ne kemi ndaj rrezikut për të sulmuar. Ne në mendjen tonë perceptojmë që jemi të rrezikuar dhe vetëm një armë na mbron. Po pse ndodh kjo? Pse duhet ta kemi këtë mendim ndaj vetes tonë që ne jemi të rrezikuar dhe na duhet një armë? Se nuk e kemi krijuar ende sistemin e sigurisë, pra mungesa e institucioneve. Dhe kush ta jep këtë sistem sigurie? Institucionet, ligjin, ndishkueshmëria, sepse gazetarja përmendi edhe një fakt që në kohën që gjykohen burrat, pra ka një lloj lehtësie në kontekstin e gjykimit, të cilën e lejon burrat të bëjnë prap vrasje. Pra, kjo mungesa e ndëshkueshmërisë të rrit nivelin e pasigurisë. Dhe automatikisht ti do marrësh një masë të cilën të rrisësh nivelin dhe arma është elementi kryesor i fundit, si në situatë lufte që ti mbron vetveten nëpërmjet një arme. E qartë. Serian? A çfarë është për ta më keq se tu ka vazhduar tashmë akoma më keq situata e këtyre dy familjeve. Do përkërsohet më tej me viktimat e tjera, sepse vetë Kosova funksionon akoma shumë organizata të ndryshme të gjakmarrjes. Pra, për negociator të tillë që hyjnë për të shuar gjakmarrjen, pra është më e fortë një shoqat që merret me gjakmarrjen sesa vetë institucioni i policisë apo i shtetit. Dhe duke parë situatën e kësaj ngjarje, Thua që policia në Kosovë nuk ka pasur informacionet e duhura? Nuk ka pasur informacion, për vetë si që thamë dhe në fillim, nuk ka pasur sepse nuk kanë mësuar qytetarët të japin informacion, ndoshta edhe për shkak se vendi... Këto konflikte personale, si merr informacionet policia për gjithë ata që po na ndjekin? Duke qenë se është edhe vendi shumë i vogël, kanë frikë të denoncojnë, ajo që ne kemi diskutuar në emisionet të tjera, që në Shqipëri ndonë se ka rrisit e tjera faqeve të online nga institucionet e policisë, Ministrisë Drejtësisë, atje akoma nuk i kanë futur këto rrisi për qytetarët që të kenë një port komunikimi të fshet për të denoncuar qoftë konfliktin e familjarëve të vetë, qoftë dikujt tjetër, një kumshiu apo një konflikt momental, dhe kjo është ajo mosbesimi që unë do shkoj ta denoncoj, por do t'i hap një konflikt më të madh familjes time. Dhe mendoj që kjo është një ndër arsyet se pse zonja apo bashorti i tjerës nuk kanë shkuar ta bëjnë me denoncim apo me polici. Ku do fillon të denoncimin? Le ta marrim pak në analizë edhe pse jemi drejt fundit. U tha nga ana e Kunatit që për çështje pagese ajo ishte larguar 2-3 herë nga puna dhe ishte rikthyer. Nëse pagesa do të kishin një sistem referimi, siç ndodh edhe në Shqipëri. Me sa duket në Kosovë, ashtu siç thoni, nuk punojnë këto lloj sisteme të cilat në së fundmi, vitet e fundit i kemi përforcuar. Çfarë mund të ndodhte? Shqipëria dhe Kosova ka pas probleme të shumta të punojësve të cilët kanë probleme të tilla për sa i përket pagesave, dhe këtu kemi punonjës të pa deklaruar, thua. Patjetër, dhe këtu duhet një marrëveshje e ndërmjetme, e menjëhershme me institucionet të zyrës punës, të inspektoratit të punës që kontrollon personat që nuk kanë
apo që vinë denoncime nga personat, se ne kemi raste që të shkojnë denoncojnë të zyra punës, të inspektorati punës dhe nuk merret asnjë mas. Dhe atëherë kemi këtë konflikt. Pra nëse do ishim para këtij rasti që porta e parë do ishte që zonja të shkonte të bënte denoncimin tek inspektorati i punës për mos pagesë të rregullt, për mos pagesë të detyrimeve të sigurimeve shëndetësore. Pra atëherë vetë ky institucion duhet ta raportojë në mënyrë të mirë. Pra duhet jetë një sistem. Pra nëse do kishim në ndërhyrjen e inspektoriatit të punës tua, do ishte zgjidhur ky konflikt pa arritur te arma. Nëse qëndron ky konflikt, sepse një ngjarje kaq e rëndë, unë vazhdoj të qëndroj një motivi që ne nuk e kemi diskutuar sot. Pra është një motiv krejt tjetër nga ato që ne kemi thënë sot, sepse nuk ka mënyrë se si mund të ndodhi për një konflikt pune për çështje rroge, ai të vetë flijoj veten e vet. Jo, flasim për çështje konkurrencë, pastaj se kush ka shkuar te konkurrenti. Ajo nuk ka qenë konkurrencë pronar mes pronarësh, por ka qenë konkurrencë pronar me ishpunojësin dhe çfarë konkurrencë do t'i bënte. Serian, ti e di që çështja e konkurrencës së biznesit edhe në Shqipëri ka prodhuar gjithmonë viktima, Por ky është, mu mendoj që është një vazhdim i konflikteve të tyre dhe ti thua për te marrëdhënieve të tyre personale, profesionale, mund të ketë edhe marrëdhënie personale që ndoshta shkaku flitet për largimin nga puna, por mund të jetë edhe diçka më e thellë se sa kaq. Kjo duhet të jetë patjetër, sepse nuk është rast unik të vetë flijosh veten, të vrasësh një grua. Pra, nuk beson të komenti i kolegës tënde ku thotë ka pasur një moment që ai ka reflektuar dhe më pas duke parë pasojat, ka bërë edhe vetë vrasjen. Po të kishte ndodhur ngjarja në vendin e punës, para se ajo të reagonte nga vendi i punës ose përballë punës, i qëndroi që po, ky është një konflikt për shkak konkurrencës, sepse ka dalë i irrituar, çështje momentale dhe ka vrarë përballë punës së tjetrit. Por ta bësh të mirë menduar, të presësh furgonin, të futesh në tunel, të futesh poshtë shkallëve, dhe të bësh gjithë të masakër, kjo është e mirë menduar dhe është e mirë organizuar dhe ka persona të tjerë të implikuar, të përfshirë në ngjarje që më sa duket edhe do hetohen. Është e lehtë të gjesh armë në shitje si në Kosovë dhe në Shqipëri? Kosova dhe Shqipëria dihet që është një vend që pothuajse pjesa më e madhe kanë armë në shtëpitë e tyre dhe sidomos Kosova, duke qenë që ka dalë prej luftës, ekzistojnë akoma ushtarë general që kanë pafund armë në banesat e tyre, të cilët sot vazhdojnë shesin, japin personave të cilët kanë hallë dhe konflikte dhe probleme. E kuptoj. Pra është e lehtë të gjendet një armë si në tregun shqiptar ashtu edhe në tregun e Kosovës. Është shumë e lehtë për gjetë një armë, fakti e ka treguar, koha e ka treguar, vetëm se në Shqipëri me skandalet me hapjen e tabulatave telefonike, me këto enkro edhe me këto situatat e fundit, këtu është minimizuar vrasja për shkak të frikës, sepse këtu nëse ndodh një vrasje me pagesë apo një vrasje e tillë, është gjithmonë e mirë organizuar dhe informuar nga punojësi i policisë deri në institucionet të larta. Nuk i beson shumë është, thua ti, pikërisht ky motivi, por paralelisht me këtë motiv mund të ketë edhe motive të tjera. Ka rrethana të tjera. Ka rrethana të tjera, ka informator, ka bashkëpunëtor, nuk e ka bërë krejt i vetëm. Ky është nuhatja jote profesionale, duke u marrë me raste të tilla edhe të ngjashme. Zbardhja e tabulateve, por edhe hetimi i policisë dhe i prokurorisë do çojë deri në dinamikën e kësaj ngjarje që besoj se duhet të presim. Pse është përzgjedhur, marr shkas edhe nga ajo që tha Seriani, pse është përzgjedhur arma e zjarrit dhe jo një mënyrë tjetër, Eksen? Si mund të ma komentosh? Sigurisht, arma është një element shumë i rëndësishëm për ta siguruar të gjithë procesin. Pra, arma të vret realisht, pra nuk ka një supozim. Dhe duke qenë se nuk kam patur marrëdhënie pa të afërt, pa që të kishte mundësi, pa që zonat ishte në ambientin e punës, duke qenë në largësi, sigurisht që arma të krijon mundësi që edhe nga një largësi i ta vrasësh personin. Është më e sigurt, pra si mjet është më i sigurt. Arma është një mjet i sigurt, dhe ai ka dashur diçka të sigurt. Apo jo? Pra e ka patur të qartë. Prandaj jemi në pjesën e vrasjes në paramendim. Se ai po donte ta vriste me mjete të ftofta. Po më pra, duke i referuar komentit tënd pse vrau veten, kjo është çështja, Serian. Pse e vrau veten sipas teje? Po, në momentin që ai ka vrarë veten, mendoj që nëse vajza që ka qenë që është plagosur, ka qenë informatore
apo s'ka qenë informatore, ai mendoj se nga që nuk ka arritur Informacioni e çon vetëm tek vajza, ndërkohë që mund të ketë pasur informator tjetër. Edhe të tjerë, po nga që nuk ka arritur të flijoj edhe vajzën, edhe të flijoj dhe shoqen e saj, ndodhur para kësaj situate. E qartë. Të bëm pak përshtypje, Evi, se personi kur vret veten, ose i vjen keq për viktimën, në përgjithësi kur ndodh ky moment emocional, ose ndëshkon veten për atë që pra ka një lloj elementi intrigues emocional që bën që dhe personi mbasi bën një vrasje të vrasë dhe veten. Pra ose vjen keq për viktimën, pasi ka çuar deri në fund zemërimin dhe inatin e tij duke e vrarë, në momentin që ka bërë aktin final, ose i vjen keq për viktimën, ose nuk ka një lloj reflektimi, se ju thoni që e ka përndjekur, pra ka pasur informator dhe ndoshta e ka pritur me minuta të tëra, me orë tëra, nuk e dim këtë derisa ta zbardhi. Dhe ka gjetur pozicionin e tunelit dhe ka qenë i qartë, thoni ju, duke pritur, nuk arrin dot në atë gjaftotësinë për të mos e çuar rezultatin aty ku jemi sot me vrasjen e gruas, edhe me vetvrasjen e tij. Kur bëhet plani, pra dhe arrijet ajo mënyrë e të menduar që ti do ta vrasësh sepse zemërimi dhe inati yt e justifikojnë vrasjen, prandaj dhe ndodh vrasja, sepse personi e ka ndarë, si të thuash, mendjen që zemërimi dhe inati i tij duhet të marrë fund vetëm nëse ti azhëson personin që ta ka shkaktuar këtë lloj inati dhe zemërimi. Megjithatë, e keni një mesazh të fundit për gjithë audiencën tonë se çfarë duhet të bëjmë për të mos pasur statistika të tilla përpara se të bëj edhe përshëndetjen e fundit me duhet rritur sa më shumë niveli i reagimit. Pra çdo kërcënim që dikush na drejton, duhet rritur denoncimi, duhet rritur raportimi dhe të marret seriozisht. Pavarësisht se mund të kalojmë dhe në egzagerim, por duhet të ketë dhe një nivel pritje nga autoritetet, sepse shpesh policia mund të tregohet edhe neglizhente dhe apo të bën sikur nuk ka një lloj rëndësie dhe të rriqen. Pra të shkojmë deri në fund në mënyrë që të denonconi dhe vetëm denonconi dhe merrni seriozisht gjithçka. Avokat? Dhe nëse institucionet janë neglizhente, ne nuk duhet të jemi neglizhent me veten tonë. Ndaj ne duhet të mësojmë fort, të bëjmë denoncime, të shkojmë deri aty ku ne na dëgjohet zëri, qoftë se na mbyllet një portë, të tërkasim një portë tjetër, sepse bëhet fjalë për jetë njerëzish, nuk bëhet fjalë për gjëra të vogla. Ndaj njerëzit duhet të kenë besim te vetja e tyre në radhë parë. Dhe këtë kemi treguar edhe ne si media, dhe pastaj tek institucionet. Qartë, edhe nëse institucionet nuk reagojnë, është një portë tjetër siç është pushteti 4 të Shmedia. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio. Falenderoj edhe kolegen time Majlind Kovaçi për intervistën ekskluzive dhe drejt për së drejti në emisionin Me zemër të hapur të Kunatit 42 vjeçares. Ju do ta ndiqni edhe një herë në fund të këtij emisioni. Ju bëjmë dije për rrjetet tona sociale, jepni mendimin dhe opinionin tuaj, por dhe denonconi në faqen tonë të Facebookut emisioni Me zemër të hapur. Ndërkohë automatikisht kjo është faqja jonë e Facebookut, kaloni dhe në faqen tonë të Instagramit, keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fiks dhe atë celular, mund na shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger. Menjëherë redaksia e emisionit Me zemër të hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Të gjithë ju që nuk jeni përdorruesi rrjeteve sociale, doni të vini fizikisht pranë zyrave tona apo të dërgoni letrat tuaja, mund t'i nisni në adresën Lagja Lidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot e gjeni pas pak të hedhur në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare, klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim, ndërkohë që ndiqni intervistën e plot të Kunatit të 42 vjeçares. Ndjerën e kom pas Kunat ka qenë gruaja e vllaut, edhe ka punuar të 8 vite, ka punuar në furrën Djellsa, e ka ndërprerë 2-3 herë punën, i ka largu për punë, tash s'mra me herë i ka kërkuar 5 marrë në punë. Do me thonë Dorose e ka larguar disa herë nga 3 herë ka largu, po. E 4 herë kjo nuk ka pranuar më shku në punë, ose ka thonë, edhe unë im hindër mësues për me kthy në punë, por nuk ka desh se s'po mujt tha më bë ashtu herë hin, herë del, edhe s'ka mujt më kthy në punë. Nuk mujt tha më i, edhe unë mbet me çikaq. Ky ato jam i bindën që e ka bë vetëm prej se tani Konota u hin në tjetër gjallëtore më punue, edhe ai me siguri ka bë ato kur ka pas më di fagjelozia, çapo diu ne ka ardhur, pse po punon ato ju, edhe çato ka ndodhur se vetë për çato ka qenë se s'ka pas tjetër absolut, se kur të keqen na që të jem 500 shtëpi, kur të keqen as mizën nuk e shkelim.
Kur të keqe me kërkës këna pas absolut një jetë, kur një të keqe se këna pas me kërkën. Lojme në këna morë vesh, mas je morë në pipune, kom zbrit këtu të rruga, edhe kom po gjithë qka një fartubimi atje, që nuk është në regull, kom vrapu, jëm ngo, tha një grua është e vromne, tu është, jëm hikur, nëse dita kush, po më kalëzën një kojshitha, jo, thash. Në kohën kur është larguar, do me thënë tashme ndjera nga puna e potencuar 3 herë që është larguar, a kishte marrë ndo një kërcënim prej pronarit, tashme dhe a i ndjerë, që pse nuk thesh në punë ose diçka e tillë? Tek vllo na ka tregu prom se neve, personalisht neve s'na ka kërcu, absolut s'na ka kërcu kur mon, është njërë, u shku mënyrë të mirë, mon më këthym punë. A vllo po të regën promi pas ka unë i shoda në gëzatetën, vllovët. Burit në ndjerës, si pas ka thonë qashtu. E kjo e ka mojt më sheft, s'na ka tregu, edhe ka unë e kove qashtu për pi nervoza, kupton edhe... Do me thënë që cak mund t'ishte edhe vllau juaj në këtë rast? Ka mujt fati se ka desht ato, sa i mire e ka hup vetë dijen, e ka hup kontrolën edhe ka po që mos. Edhe kjo nga ka prek fort këfa rast, fort nga ka prek. Po thëmë gjithë i shola rast i fundit, po këto rastës për nolin kur. Shola mërë zët, nolin këtu, se kejtë kemë muëtra. Umëdhime ku isha femna, umëdhime përcisi. Se tonë kemë vojza, kemë gra, kemë umëdhime fort. Mënuhen më punu, mënuhen minimu burit, minimu shpis, që në fund të pësojnë, ku mas kesi. Ku është vesh femna, po pësojnë. Për njëzve të ligë. Vesh për njëzve të ligë.